Kryeministri Edi Rama ju përgjigj për herë të parë komentuesve në rrjetet sociale pas zgjedhjeve të 11 majit, ku mori mandatin e 4. Rama nuk la pa ironizuar opozitën dhe Berishën, duke ju thënë komentuesve se shikoni në çdo rregje janë katandisur, pasi sipas kryeministrit e marrin lehtë popullin. Rama thot se populli shqiptar I dhati besimin për mandatin e 4. Nuk mund të pretendohet edhe është arsyeja më bindëse dhe kuptim plot e krenarisë për mua që pikërisht populli shqiptar më kupton më mirë dhe më shumë se sa edhe ç'mund të pretendoja duke më inkurajuar, duke më mbështetur dhe duke më dhënë 1001 arsye që ti qëndroj besnik edhe të bëj të pamundurën për të bërë sa më shumë për këtë vend edhe për njerëzit e këtij vendi, fal pikërisht besimit, mbështetjes dhe pushtetit që buron pikërisht nga ky popull, I cili ja u kam thënë gjithë atyre që e marrin lehtë, ja u kam thënë gjithë atyre në gjitha nivelet, përfshirë edhe miqve këtu në këto rrjete sociale, që është I popull që t'jep ujë mbi shtyllës, kështu që Më tira më ironizoi edhe Lulzim Bashën. Shpëtim Allah thot gjallë është ky. Po, gjallë jam më shpëtim. Luli është gjallë, se unë gjallë jam. Me sa duket, kreu I qeverisë është rikthyer komunikimit në rrjetet sociale, të cilin e intensifikoi gjatë fushatës elektorale.